Partneri fort i BE-s, këto fjalë që nuk ju drejtuan kësaj radhe Serbisë dhe as qytetarëve të saj. Kaja Kallas në vizitën e saj të parë në Ballkanin Perëndimor nuk arriti të gjente kohë për të vizituar Beogradin, përveç Tiranës, Podgoricës dhe Sarajevës. Konfirmimi se Kallas do të anashkalonte Kosovën dhe Serbisë ka ardhur nga zëdhënësja e BE-s, Anita Hiper, e cila ka thënë se arsyeja qëndron në kornizën e kufizuar kohore të vizitës. Në një intervistë për median serbe NIN, Jelica Minic nga Lëvizja Europiane në Serbi, tha se Serbia dhe Kosova akoma nuk kanë zgjedhur qeveri të reja dhe agenda e tyre dypalçe është e ngecur me një rritje të vazhdueshme të tensioneve. Nga ana tjetër, Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike ndan një pikpamje të ngjashme, duke shpjeguar se vendimi për të mos vizituar Serbinë është racional, politikisht i mençur dhe se duhet të ketë një analizë shumë serioze pas këtij vendimi. Mesazhi i Kallas ishte zgjidhni gjërat, marrëdhëniet Kosovë-Serbi duhet përmirësohen në 2 apo 3 muaj të ardhshëm, përndryshe mund të ketë pasoja serioze, deklaroi Dušan Janjić. Qeveria e Kosovës njoftoi se Këshilli i Sigurisë u mblodh për të diskutuar për gjendjen e sigurisë, por dhe për plane destabilizuese të Serbisë. Në njoftim u përsëritën akuzat e mëhershme të bëra nga qeveria e Kosovës se Serbia ka ndërhyrë në zgjedhjet parlamentare të nëntëshkurtit përmes listës serbe. Akuza që janë bërë dhe nga Gjermania dhe misioni i Bashkimit Evropian për monitorimin e zgjedhjeve. Me kërcënime dhe joshje dhe sidomos me shantazhe, Serbia po orvate të nxjisë tensione ndëretnike dhe ndërpartiake në Kosovë dhe të destabilizoj Kosovën, thuhet në njoftimin e lëshuar nga zyra e Kurtit. Këshilli i Sigurisë tha se kjo paraqet ndërhyrje ndaj sovranitetit shtetëror, funksionimit demokratik dhe integritetit institucional të vendit tonë. Institucionet e sigurisë në Kosovë janë udhëzuar të ruajnë gatishmëri të lartë në të gjithë territorin, kryesisht për veprime destabilizuese dhe ndërhyrje të Serbisë. Kurti, partia e të cilit lëvizja vetëvendosje është fituese e zgjedhjeve të nëntëshkurtit, më herët gjatë javës ka zhvilluar takime me partitë e komuniteteve jo shumicë në Kosovë, me të cilët ka diskutuar për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë. Sipas Srećko Gjukić, diplomat dhe analist politik, kandidatura e profesor Makut, i mandatuar nga presidenti i Serbisë për të formuar qeverinë e re, i cili është pak i njohur për publikun e gjerë, përfaqëson një përpjekje për të bërë një ndryshim, nga shumë prej të cilave nuk është e mundur të bëhet ndryshimi. Ai pranon se biografia profesionale e mjekut nuk është as pak politike, por është e vështirë të bindësh dikë se zgjedhja e tij nuk përfaqëson të njëjtin objektiv që ka Aleksandar Vučić. Vučić po e promovon atë si një eksperiment të madh mjekësor, por vetëm një emër i ri nuk do të dha asgjë në vetvete nëse gjithçka tjetër mbetet e njëjtë dhe e pandryshuar. Nëse sistemi i tërë mbetet i njëjtë, deklaroi Gjukić. Asgjë nuk do të ndryshojë, të gjitha vendimet e qeverisë si zakonisht do të merren nga presidenti serb, dhe kështu do të jetë për sa kohë që Aleksandar Vučić do të jetë në pushtet. Kurse Dragomir Angelković, analist politik, pretendon se Serbia është në rrugën drejt një qeverie të mashtrimit. Sipas asaj që tha Marta Kos 10 ditë më parë, siç thekson ai, Vučić premtoi në samitin me BE-s se do të miratonte ligje të rëndësishme për mediat dhe zgjedhjet brenda një kohe të shkurtër, pra në mënyra të tjera do të bëj hapa nga autokracia në demokraci. Brukseli pas fitores së Donald Trump për shkak të kontrollit gjeopolitik mbi hapësirën tonë, por dhe marrjes në dorë të industrisë sonë ushtarake dhe shfrytëzimit të lëndëve të para strategjike, për herë të parë dëshiron realisht Serbinë në radhë të BE-s. Vučić është një kuisling i vjetër dhe i dëshmuar euro-atlantik, i cili është i gatshëm të bëjë gjithçka që i kërkohet në dëm të interesave serbe, por gjithashtu shmang futjen e standardeve sociopolitike që kufizojnë fuqinë e tij. Dhe sipas mendimit të elitës së Brukselit, këto janë të nevojshme për Serbinë për të bërë pjesë e BE-s.